Pse gruaja lind duke qenë e zgjuar? Pse Hava a.s. u krijuar nga Ademi a.s. e ai ishte duke fjetur, kurse ajo kur lind e zgjuar? A i dini sebepin? Thuhet se burri kur ndjen dhimbje e urren atë, kurse te gruaja ndodh e kundërta. Ajo kur ndjen dhimbje, asaj i shtohen dashuria dhe ndjenjat. Po të ishte krijuar Hava nga Ademi a.s. duke qenë ai i zgjuar, ai do të ndjente dhimbje me daljen e saj nga brinja i tij, e kështu do ta urrente atë. Mirë po ajo u krijuar nga ai duke fjetur që mos të ndjej dhimbje dhe mos ta urrej atë. Ndërkohë, gruaja kur lind e zgjuar dhe para saj e sheh vdekjen, asaj i shtohen emocionet dhe do fëmijën e saj, madje flijon jetën e saj për të. O ti mashkull, mos u tall me ndjenjat e femrës. Ajo u krijuar në këtë formë dhe në këtë gjendje është e bukur. Ti ke nevojë për të ashtu si është. Mos luaj me ndjenjat e saj. Kurse ti motër, mos u mërzit nëse të ofendojnë. Për ndjenjat e tua ka nevojë dynjaja e tëra. Ti je gjysma e shoqërisë e cila e ndërton edhe gjysmën tjetër të saj.